Ka vijuar edhe pas ditën e djeshme protesta qytetare në Korçë, ku dhjetra qytetarë u mblodhën në pedonalen e qytetit për të shprehur kërkesat dhe shqetësimet e tyre. Ndryshe nga protestat e mëparshme, kësaj here tubimit ju bashkuan edhe disa turistë të huaj që ndodheshin në Korçë. Ata shprehën mirënjohjen për mikpritjen që kanë gjetur në Shqipëri dhe vlerësuan angazhimin qytetar, duke shprehur mbështetje për të drejtën e qytetarëve për të ngritur zërin për çështjet që i shqetësojnë. Ne jemi turistë të huaj dhe ndihemi shumë të mirëpritur këtu në vendin tuaj. Është një vend shumë i bukur që na ka transmetuar shumë gëzim. Ndaj Shqipëria nuk duhet të jetë një vend në shitje, por duhet të qëndrojë siç është, me njerëz të këndshëm dhe miqësor. Shkaku për të cilin e vim në Shqipëri është natyra e virgjër, të cilën ju e keni ruajtur me aq mund në gjithë këto vite. Kjo është arsyeja kryesore pse ne vim në vendin tuaj. Nuk ndihemi të friksuar nga protestat, por nga shkatërrimi i natyrës. Jemi këtu për të mbështetur shqiptarët dhe flamingot, për gëzime për mënyrën e të protestuarit, shumë civile dhe qytetare. Protesta u zhvillua pa incidente dhe zgjati për disa orë në qendër të qytetit. Organizatorët kanë bërë të ditur se protesta do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim, ndërsa u kanë bërë thirrje qytetarëve të bashkohen nismës për të mbështetur kërkesat e ngritura.